Koalicioni Euroatlantik në Shkodër nderoi 4 viktimat e 2 prillit që u flijuan 34 vite më parë përballë sistemit komunist. Kandidatët për deputet të koalicionit Euroatlantik vendosën kurora me lule në memorialin e 2 prillit aty ku humbën jetën martirët e demokracisë Arben Broci, Besnik Ceka, Nazmi Kryeziu dhe Bujar Bishanaku. Kandidati për deputet Xhevdet Amuli tha se në 2 prillin e 1991 të rinjtë dhe qytetarët e Shkodrës pa frikë u quan për të mposhtur bishën e egër komuniste. Kjo është një ditë e veçantë për qytetin e Shkodrës, ku 34 vite më parë të rinjtë dhe të rejat me qindra me mijëra qytetarë të Shkodrës vërshuan nga të gjitha rrugët e qytetit kundër klikës së egër komuniste, ku për vite me radhë e kishte shtypur dhe masakruar popullin e Shkodrës dhe të gjithë Shqipërisë. Ishte dufi dhe urrëtia e popullit ndaj atij regjim diktatorial ku vetëm të këqija mund t'i përmendim që nga internimet, burgosjet, konfiskimet e me radhë. Të rinjtë e të rejat në ato vite u çuan kundër bishës së egër komuniste. Edhe sot pas 34 vitesh, thirrja shqiptarëve, tha Amuli, është e njëjtë, e duam Shqipërinë si gjithë Europa. Në atë kohë bërtisin të gjithë, e duam Shqipërinë si gjithë Europa. Por edhe sot, mas 34 vitesh, përsëri jemi në atë hap ku ne e filluam që ishim të ri dhe prapë përsëri thojmë e duam Shqipërinë si gjithë Europa. Po na takon përsëri ne të organizohemi dhe ta çojmë drejt Evropës Shqipërinë aty ku e filluam në vitin 1991. Edhe sot ne përulemi para viktimave të komunizmit të asaj periudhe mas 34 vitesh me përulje të madhe. I përjetshëm qoftë kujtimi i tyre. Figura 4 martirëve të demokracisë u shprehen përfaqësues koalicionit Euroatlantik është një shembull për të rikthyer demokracinë në Shqipëri edhe në ditët e sotme.